E cila do të na njofton rreth këtij aktiviteti. Mirëmëngjes, Tea, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Atëherë simpoziumi do të thotë ka filluar dhe është duke u mbajtur në sallë. Mund ta tregoni se cili është qëllimi i këtij simpoziumi? Po patjetër. Ky është simpoziumi i 5 që po mbahet në kuadër të KOMS, Kosova Open Medical Club. Konkretisht tani janë bën 20 vite që nga fillimi i implementimit të projektit përmes American Austrian Foundation dhe Open Medical Institute, të cilat bazën e ka në Austri, dhe ne kemi nderin të jemi pjesë e shteteve të cilat i mundsojnë doktorëve të mund të qasen në këto seminare dhe observership të cilat mbahen në Salzburg të Austrisë. Ky simpozium është ashtu siç thash i 5 këtë vit, domethënë këto 20 vitet e fundit jemi munduar të mbajmë çdo disa vite simpoziume të tilla, ku vijnë profesionistë mjekësor nga e gjithë bota, ata të cilët edhe japin ligjërata në Salzburg të Austrisë. Pastaj ne kemi nderin të kemi edhe prezent këtu që atë njohuri që e kanë ta ndajnë edhe me neve si pjesëmarrës dhe me kolegët e tjerë. Përveç personave apo profesionistëve të cilët vinë nga Amerika dhe nga Europa për të dhënë ligjërata tek ne kemi nderin të kemi edhe profesionistët vendor, të cilët gjithashtu kanë seminare të tyre të cilat apo case reports të cilat i shfaqin dhe i prezantojnë sot dhe nesër. Nga cilat vende vinë mjekët të cilët janë pjesëmarrës në këtë simpozium? Sot konkretisht i kemi 2 profesionistë të cilët janë Dr. David Truss, i cili vjen nga SBA-ja, dhe doktoresha Petra, veç më falni pak, Sterejova, më falni, që është nga Republika Çeke. Në simpoziumet paraprake që i kemi mbajtur, viteve të mëhershme, kemi pasur edhe nga Meksika, kemi pasur edhe nga vende tjera të Europës, kësaj radhe kemi nderin të kemi këta 2 profesionistë që i përmenda. Sa janë të rëndësishme këto simpoziume të këtij lloji, të cilat po mbahen sot, po ashtu do të mbahen edhe nesër? Këto simpoziume mendoj që janë shumë të rëndësishme, për shkak se përveç faktit që kemi kolegë të cilët mund të krijojnë lidhje të reja me profesionistë siç janë Dr. David dhe doktoresha Petra, gjithashtu marrin informata edhe mbiqasjet më të fundit apo më të reja të cilat po aplikohen për patologji të ndryshme në kuadër të sëmundjeve të ndryshme për pacientat. Këto temat të cilat do të trajtohen sa i përket patologjisë, siç e përmende, apo do të ketë edhe tema të tjera? Temat janë të ndryshme. Në përgjithësi, duke qenë se 2 profesionistët që i përmenda nga jashtë janë të lëmisë radiologjisë, tema do të jenë kryesisht të ndërlidhura me radiologji, mirë po kemi me pas domethënë qasje të reja, case reports të reja të cilat do të na prezantojnë edhe kolegët edhe gjithë kanë me mujt me përfitu prej këtyre informatave që i marrin, duke mos i anashkaluar në asnjë moment edhe prezantimet të cilat do jepën nga mjek vendor, prej të cilave gjithashtu gjithë do kenë mundësi të përfitojnë. Flasim pak për trajnimet dhe seminaret të cilat janë të përmuajshme dhe mbahen në Austri. Po. Kosova Open Medical Club në bashkëpunim me AF dhe OMI po ofron mundësinë e mjekëve që të mund të shkojnë në Austri, në Salzburg konkretisht, për 1 javë, që të jenë pjesë e seminareve të kualitetit shumë të lartë, pavarësisht që është afat shkurtë, vetëm 7 ditore, kualiteti i atyre informacioneve të cilat jepen është jashtëzakonisht i lartë. Kjo jo pse e themon, mirë po e thonë të gjithë pjesëmarrësit të cilët kanë qenë dhe i konsiderojnë si një prej seminareve më të mira në të cilat kanë marrë pjesë. Do të thotë kemi një feedback shumë pozitiv prej gjithë pjesëmarrësve. Ato ofrohen në kuadër të KOMS, do të thotë, edhe janë pothuajse për të gjitha specializimet e mjekësisë. Pra të gjithë specializantët dhe specialistët mund të marrin pjesë, të aplikojnë fillimisht, pastaj nëse kanë fatin të përzgjedhen, të marrin pjesë në këto seminare. Përveç seminareve javore, ofrohen edhe observership, të cilat zgjasin 1 muaj, ku doktorët nga Kosova shkojnë atje, edhe bëhen pjesë e stafit për 1 muaj, ku kanë një qasje edhe hands-on, do të thotë. Edhe seminaret janë hands-on, mirë po janë me laboratore, jo direkt në pacient, po një lloj simulimit. E përmende specializantë dhe specialistë të cilët mund të marrin pjesë, mirë po cilat janë kriteret, do të thotë, për të qenë pjesë e këtyre trajnimeve atje?
Kriteri kryesor është të jenë specializant, për shkak se kemi edhe shumë aplikantë të cilët aplikojnë si mjek të përgjithshëm, mirë po fatkeqësisht duke qenë se janë seminare dhe observeship shumë specifike për lëmi të veçantë, si mjek të përgjithshëm është e pamundur të marrin pjesë, mirë po si specializant dhe specialist po. Përveç kësaj, pastaj kur bëhet vlerësimi apo kategorizimi atyre se a duhet të shkojnë apo jo, duhet patjetër si kriter është anglishtja, do të duhet të jetë një gjuhë e rrjedhshme, në të kuptuar, në të shkruar dhe në të folur, për shkak se këto seminare po zhvillohen vetëm në gjuhën angleze dhe janë pa përkthem. Përveç kësaj, sigurisht që angazhimet me case reports të ndryshme, pastaj edhe fakti që për shembull kanë marrë ose nuk kanë marrë pjesë më herët, gjithçka mirret si kriter. Ne e bojmë një lloj të rekomandimit nga Kosova, ndërsa përzgjedhja finale bëhet prej Austrisë. Dhe deri më tani ka shprehur interesim për të qenë pjesë e këtyre seminareve? Interesimi është shumë i madh. Për 20 vitet e fundit kemi dërguar dikon rreth 539 doktor nga Kosova në këto seminare dhe observership. Fatkeqësisht për një seminar zakonisht dërgohet vetëm një doktor në vit. Maksimumi 2 doktora të njëjtës lëmi në vet, nëse kanë hapësirë të pranojnë 2, gjë e cila nuk ndodh shpesh. Kështu që nuk është një numër shumë i madh, ata që mundin me shku do të thotë pjesëmarrjes, mirë po interesimi është vazhdimisht shumë i lartë. Po edhe ndikon në të ardhmen, do të thotë për profesionin, për fushën e tyre, që të marrin njohuri të tjera atje dhe të vinë pastaj në Kosovë. Patjetër, përveç njohurive të reja që i marrin edhe kanë mundësi të implementojnë këtu, ata krijojnë edhe lidhje me profesionistë shëndetësorë të gjitha shteteve të botës, edhe pse jo marrin edhe kontakte, pastaj e kanë edhe një lloj të mentorimit afatgjatë prej personave të caktuar me të cilët krijojnë kontakte. Kështu që mendoj që është një mundësi shumë e mirë, përveç zhvillimit profesional edhe një zhvillim personal edhe krijimi i kontakteve të reja sidomos. Atëherë, Dea, nëse nuk ke diçka tjetër të shtosh, konferenca veç është duke u mbajtur, ndoshta sigurisht që do të jesh pjesë brenda dhe Faleminderit shumë për jush, për interesimin edhe për mundësinë që na dha ta japim këtë intervistë. faleminderit, suksese. Mirupafshim. Atëherë ishim pra me doktoreshën Dea Gjikolli Alaj, ku folëm rreth konferencës ndërkombëtare pra të 5 me radhë, e cila po mbahet këtu në Fakultetin e Mjekësisë. Mirë, e falenderojmë të utën, sigurisht edhe mysafirën, që